Ekspozita e autorit Shkelzen Gashi ka nxitur një debat të gjerë, jo vetëm në media, por edhe në rrjetet sociale, pra ata që u paraqit e u hoq më pas nga Komuna e Prishtinës, por pse ndodh në fakt një shtrembërim historisë, ishte gabim apo gjë e qëllimshme, ndonse ka pasur një kërkim falje nga vet autori. Flasim gjerë gjatë me një panel më të gjerë, Vullnet Krasni që është në studio, kënaqësi Vullnet, faleminderit shumë. Mirë se vjen Sali Rexha, Elina Uka, na paraqitet nga distanca, mirë se vjen, faleminderit. Përshëndetje. Ndërkohë në ora, mirë se vjen, Elina, mirë se vjen, kënaqësi të kemi pas një kohë gjatë. Gremi Salatifi, gazetare e Klan Kosovës, vetëm pas pak lidhet nga sheshi i Prishtinës, atje ku është paralajmëruar një protestë nga OVL-UÇK. Vullnet, dua ta di pikpamjen tënde mbi këtë që ndodhi në vikend. Kjo është kur shteti nuk ka të dhëna të sakta edhe kur lufta i lihet përfituesve të projekteve. Edhe kur të dhënat për masakra bëhen projekte që përfitohen, që mirët me shuni liber, mu bëhen ekspozit. Qështu të më thonë, kështu e përshone. Për ndryshe, të libri i Xenit, unë e kom letëzu së voni ato. Edhe bashkët kohën, e kom dash me folë për këta, e kom letëzu disa kritika. Edhe libri, se qëre, a i shkruan dallimin Natasha Kandesh nuk e ka pas keq kur ka thonë që ai nuk e kupton ose nuk do me kuptu ose nuk e di se çka. Sa ajo nuk dhe me po dallimin shumë detaj që është masakra edhe kur jeti i vrarë. Do me thonë, nëse vritesh në front, ai nuk dhe me po dallimin kur ty të vjen ushtria dhe ty të bën masakra. Pra, në civil dhe në të armaturës, po. Logikisht për asë një kandi në masakrë nuk ka shansë të jetë dikush armatosur o dikush të jetë i rënë ose të gjitha ta janë viktima të asaj masakrë, dhe me thonë nuk ka shansë. A nuk i lexon si duhet fakti Xeni apo... Ta është të problemi është ma i thellë. Për të lexuar Diko Xhamin nga perspektiva ime. Apo me shku të Regjina. Integra amë Rava janë dy organizatat të cilat funksionojnë mes Prishtinës e Beogradit, Milita Beograd, janë të financuara nga unë miku nga disa fondet të cilat për qëllim kryesore kanë pas gjithmonë me rujt një farë balanci, mos më prek as serbët as shqiptarët, një farë historie e mirë të regume, e balancume. As na nuk thonë ataman çka ka ndodhë, as serbët nuk të thonë çka ka ndodhë, një farë tentimi i fake për me ndërtu kishte një farë raporti mes dy vendeve, të dy vendeve të mos e pranun realitetin. Ka qëllim shumë janë shtrembruar faktet për ta krijuar një atmosferë paqe e relaksume. Po, do të thonë. Tashti, organizatat që kanë qenë këto, të Kosovës, organizatat që kanë qenë Serbisë, të etuna për këto fonde, nuk e ka interesu heq kjo me diskutu me qitë pikpyte këtë relaksimit të dhanave e të historisë, por fondet janë matë mira, me organizu festivale, me organizu ekspozita, me organizu në gjari në për hotele ku diskutohet, lidhja me të kaluar, në balafaqimi me të adme, apo këtonë sa shumë që sësane kena pas, krejt këto janë në serin e qtyne në gjari. Dhe këtua janë edhe ligjeratat për gjukatën speciale në shkolla? Edhe ato kanë hyte y hyre, edhe y hyre është pjesa sona fundacionit që jepen fonde për projekte cilat kur qysh nuk e prekin asë një anën parë. Tash, nëse flasim për fondet e jashtme, po. Tash me orë që këmë e paret kuvendit, me paret taksit paguzve të ne. Me ma organizu ekspozitën, me ma qitë mu plus me një datë historike që është shumë e rëndësishme. Me nëse katër me okupu këtë sheshin, e me dalë të këtët tonë kështë po prejko me pidina për shumë të dhanat. Kërkuna më smiranë në men me bo asë një kritikë, kjo ma shumë ka lëzën, po në këta nuk shëdit na. Unë me këta njerëz, me këtë kasë politike, kom do dërheqe, para 3 viteve, kër jam shku i kom pyt me 7 mars, sa Antari kanë vra familje Sashari, kër asë janë nuk pytynë nuk e ka dit. Se ka ditur asë kurte? Kusheq, prej ati momente, unë me ata asë nuk mirë na, prej këtyne nuk shëdit na. Nuk shëdit na asë që sa financojnë a i sen që është kondër shtetit Kosovës. Për disa kemë bojnë me këtë mentalitet. Mirë po, Elina, se naturisht pas kësaj ekspozitet dole në shesh gjitha deklaratat e Shkelzen Gashit, lidhur në naturisht edhe sa i përket UÇK-s, edhe gjykatës speciale, edhe Dik Martit, dhe ka mjaftuar në base vetëm opusi publik që ka treguar, apo qëndrimit e ti publike të Gashit, që të mos financojt, mos ishte kredibel në base për të përshkruar çështjen e masakrave në Kosovë. Po do të mjafton të eksperienca tije akademike që kë nuk do duhet të financohej për një
hulumtim shkencor që e paraqet të vërtetën, po kjo jashtë atemes, unë mendoj që unë më tepër jam çudit që njerëzit janë çudit, se çfarë kanë pritur prej këtij klubi i vet lavdrimit që është Roni, Vetansuroi, Shkelzen Goshi, janë plot dot që bën në pyetjen secili, kur kërkuan falje? Kur kërkuan, dul Vetansuroi atje me mbrojt nderin profesional të Natasha Kandiqit, thu që ish mbetaja në Vetansuroien. Dhe kur i domoloj kjo e i shpolli që krejtjen i budol, dulen tani pastaj edhe Integra, edhe Atmovera, edhe Shkelzen Goshi, thanë na falni që ju pas kemi lëndu viktimave dhe familjarët. Pra kjo nuk është më... Por edhe zonja Kandiq është distancuar nga jo që ka shruar Gashi. Po natyrisht sepse metodologjia të cilën, sepse na e kemi një moment shumë historik të mirë, se metodologjia shkencore në hulumtime dhe kur e merr mbledhjen e ngjarjeve, dhonave, duhet me ndjek metodologjinë strikt dhe me i definu gjonat dhe kategoritë. E kemi një epizod fenomenale, se pse është kjo e rëndësishme në gjykatën speciale kur Emersoni e demolon këto Human Rights Watch Fred Abrahamsonin, sepse metodologjinë shkencore të mbledhjeve të dhomave për viktimat shqiptare e ka apliku krejt korrekt deri në ka shku dhe një hap tutje, por kur ka qenë për viktimat pothuja se serbëve është mjaftu vetëm me citu tani Jugun apo mi thënë vetëm një se verifikimi bëhet përmes 3 paleve, derisa të vjen deri te një saktësi, pothuja se 99.999%. Në rastin e ngjarjeve ndaj serbëve civil që janë të vrarë, ai nuk e ka aplikuar aty dhe aty shihet sepse kjo ka peshë edhe juridike, sepse kur ti je i dëmtuar si civil, se unë rënqetha për familjen Muçolli, unë e kam qenë atje, e di nga tregimet se çfarë ka ndodhen, edhe ky nuk del shpesh, dhe kjo është qysh me thonë, mi rikujtu dhe mi ringjall këta prap plagët të cilat të gjithë familjarët që kanë viktima të humbur. Por a erdhi kërkim falja nga Gashi pas... Këta janë pandjeshëm, këta nuk janë kur s'kanë qenë profesional, vetëm ju ka bë përshtypje këtyne snobistave dhe klubit vet lavdrimit, sepse natyrisht një djollë si Esat Shola nuk ka as një mbështetje prej shtetit që vet me fuqinë vet merr mbledh informacione, por Shkelzen Goshin e kuvendi, shteti, Ministria e Drejtësisë u quaj ka pas ble 15.000 euro libra, thuti ku me ditë. Mirë, e punëve të jashtme, po, me drejt reagon edhe Saliu. Sali, një mendim për këtë, të lutna. Po përbesën nuk e trajtoj ndryshe pos falsifikim i qëllimshëm. Për fat keq kam qenë vetë i Burgosën, jo në Burgun e Dobravës, por unë e ditë në çfarë rrethana është njeri i Burgosën. Aty s'ke as lidhësat këpucave, nuk ke as rrypas, në asnjë rast s'ke asnjë shans kur gjë me bë. E të paraqiten ata 46 njerëz si civil, si tarmatosur, dhe me thonë, momenti kur janë vrarë ata, aty thuhet se kanë qenë tarmatosur. Do të thotë se ka qenë një kryengritje mbrana Burgut, aty është rezistu. Unë tash ndëgjova dhe mikun tim që ka qenë aty Nait Hasanin, ai e kishte taku një gazetar serb para 2 ditëve dhe ai kishte treguar se kur jemi nis na marr te Burgu i Dubravës, kur ka ndodhur ngjarja në maj të 99-s, na kanë dalë, na kanë thonë mos u afroni nga Burgut se ka një kryengritje. Do të thonë është narrativ, nuk po them UDB se nuk e di, ka ekzistuar UDB, po është shërbimeve sekrete serbe, edhe Shkelzen Gashi nuk është brej pa njoftën, unë e kam pas mik, kam bisedu për këto gjana, jam mundu me bindë se është gabim. Ai këforin e quan, si kur e krahason me pushtimin e Kosovës nga italianët dhe gjermanët, e quan këfori pushtimi amerikan, perandorin Osmane, e krahason me perandorin Osmane me pushtimin e Ballkanit shqiptarëve nga do me thonë çlirimin e Kosovës, ai nuk e merr si çlirim, po e merr si pushtim. Dhe kjo është nuk ka narrativ, nuk është diçka. Këto i banë 100% me qëllim, me vite jo mundu me bisedu, kam bisedu me te për këto gjana, a është një njerë arrogant, është mos përfil. Mirë, se si jemi për t'ja bërë kështu analizë psikologjike? Sa i përket metodës që cilin e kanë ndjekur 2 organizatat e Shkelzenit për me bo këtë tiber, tregon fakti edhe vetë se qysh ata
kanë mbledhat informacione. Për shembull në prill, e gjeta një status në prill 2023-s, aty që kanë shkruar status në atmosferë. Ai ka shkruar, a bën më na jap dikush informacione se çka ka ndodhur në masakrën në Fushë Kosovë. Domethënë ata kanë mbledh informacione të shkruar statusa në Facebook. Po. Në sen mund që në libër unë jam shpak i shokum, është tek familja Ashari. Ato libër shkëllzeni e ndonë familjen Ashari si Tiranë edhe civil. Që për mu është shumë skandaloze, se aty të gjithë kanë qenë të rezistu për me mbjetu. Aty nuk ka qenë një dy luftim, po aty ka shku një ushtri serbe, të një shpi, të cilën kanë qenë këtë familjartë, edhe aty ata kanë rezistu. Tash atë Ademi Asharin aje qunë të rënë për ushtarë, atë një gru tjetër e qunë civile. Për shumë, po, Adilja e gruja Ademi, që u kanë të i qunë fishek, atyne, qka është aja? Sakt. Dhe më thënë, për mu që të është ideja se ti me hi në qësi situata ku ata kanë qenë të rezistu për me mbjetu, dhe ti me da ata si luftetarë. Edhe si civil, është shumë problematike. Për mos me folë që në fund librit, për shumë dhe e mbyll librin me masakrin, ose vrasin që fa masakre, vrasin e 14 civilve serbë. Edhe aty që më ka po përshtypje është që tek fotoja nuk është, për shumë përmendorja e atyne, është ashimtha që të i bo nderime. Kur flitet për atë vrasjen, që Zëngashi ka vendosë jo, si që ka vendosë në për foto tjera, në për tek masakra tjera, unë nuk e di pse e hynë tek masakrat. Pse, do duhet kategorizoj kështu, po? Po, pse më prezentu aja rast me hashimthashin që i përkullit atje, që përmendimit e më është komplet politike. Në një rast të tillë, kur ti e financën, shteti e financën, ty të paraqet një njëri, sidomos si konteksti i honë që hashimthashin që është atje të u gjiku. Dhe kemi më në fund në pamjet nga protesta, flitet se ka eskaluar atje në fakt mes protestuesve dhe policisë, a mund të qojmë pak sinjalin atje të lutem? A mund me pas dalë në studio, lutem. Nga lufta e lavdishme, e ushtrisë shqiptare të Kosovës, do të mbrojmë luftën tonë drejt. Kush do që bën përpjekje ta njëllos dhe ta degradoj dhe të shkel mbi gjakun e dëshmorëve të kombit. Urojmë në ardhë do t'i hudhë poshtë, sepse nuk ka argumente dhe të provuar se kanë bërë krime dhe është faktuar mjaftueshëm se lufta jonë ka qenë e drejtë dhe e pastër, e cila u zhvillu për liri, çlirim dhe bashkim. Mendoj se dhe prokurori për dënime Mirë. Ka pak probleme në zërin e natyrisht transmetimit, por urojmë që kanë kaluar ato, nga pamje duket që kanë kaluar, nësë raportimet shonë në portalin që të ndesë se ka pasur një përplasje. Elena? Jona, me dekada, po thoja se 2 dekada, sepse Shkelzengashi ka punuar në këtë drejtim, që po ashtu edhe Ramush Haradinën edhe Fatmi Limen, pasi që shpallën ata pa fajtor, a i konsideran që këta nuk janë qash pa fajtor. Dhe fokusi i këtyre gjithmoni që ti klubit të vetë lavdrimit, që e cilësojnë vetë vetën si kur njerëz të sofistikuar akademikisht, për dallim njerëzve fshatarëve të cilët e kanë bë këtë shtet, dhe se këta modjen e intelektit
kulmin, kur këta e konsiderojnë vetë si të mbrimur kur e marrin miratimin e një sërbi, dhe kur Serbia u pranan, dhe dolen than, kërkuan folje, vetëm pasi që Natasha Kandić ju tha ju jeni krejt hajvona, si jeni kur gjo fiheq, ju s'dini s'kini lidhje me kur gjo. Dhe pastaj dolen se në fillim, se ka qenë shumë rëndësime po kronologjinë si që ka shku. Deri në momentin e fundit ata e kanë vetë mbrojt Elena, dhe ju ndonë eksponent të ndryshme. Elena, a mund ta qejmë linjën tuteve njerë të protesta i da dërguti po flet aty? Kanë të ndalur. Duke mos u mjaftuar me kaq, tash radha u erdhi viktimave civile. Poshtrimi u ekspozua në shesh. Na u shfaq një falsifikim i qëllimshëm që minimizon vuajtjet e popullit ton. Kundër veteranëve të luftës dhe vetë luftës tonë shqiptare, të cilat edhe sot e kësaj dite nuk kanë të ndalur. Duke mos u mjaftuar me kaq, tash radha u erdhi viktimave civile. Faktin historik nuk i shërben kujtesës. Ajo prodhon vetëm konfuzion mbi të vërtetën historike dhe degradim institucional. Ne si veteran dhe veteranët e luftës ndjehemi jashtëzakonisht keq që gjatë luftës nuk patëm kapacitetet të mjaftueshme të mbrojmë gjithë popullatën civile. Mirë po, sot nuk do të lejojmë të poshtrohen në përkëmbën viktima civile nga kushdo që në kohën e luftës historike dhe degradim institucional. Ne si veteran dhe veteranët e luftës ndjehemi jashtëzakonisht keq që gjatë luftës nuk patëm kapacitetet të mjaftueshme të mbrojmë gjithë popullatën civile. Mirë po, sot nuk do të lejojmë të poshtrohen në përkëmbën viktima civile nga kushdo që në kohën e luftës ishte larg ngjarjeve të luftës e masakrave, ndërsa sot përdor referenca nga Shqipëria. Autorët e këtij shtrëmbrimi Autorët e këtij shtrëmbrimi bajnë përgjegjësi direkte bashkë me akterët politikë që e mëndsuan atë. Bara bie njësoj mbi çdo zyrë që përdori fonde publike për të financuar një përmbajtje të tillë. Dhe kjo përbën një skandal të vërtetë. Institucione shtetërore kanë detyrim të mbrojnë historinë e jo të subvencionojnë poshtrimin e saj. Prandaj, kërkojmë llogaridhënie institucionale nga të gjithë zyrtarët që financuan ose miratuan këtë ekspozit. Institucionet e drejtësisë do të shqyrtojnë pavonesë veprimet e iniciatorëve. Po ashtu kërkojmë urgjentisht tërheqjen e botimeve të autorëve nga hapësirat publike dhe pikat e shitjes. Deri në përfund të drejtë të ofendoj luftën nga e cila lindi Republika e Kosovës. Lavdi dëshmorëve dhe martirëve, gjaku i të cilëve u bë bul e lirisë. Të nderuar protestues, ju ftoj të shprendoni qetë dhe gjithsesi ju bëjmë thirrje institucioneve të Republikës të Kosovës që të reflektojnë sepse, siç e thash më herët, ne përfaqësues të organizatave të dala nga lufta nuk do të lejojmë tutje të shkelet dhe degradohet lufta e pastër dhe drejtë e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Institucionet e Republikës të Kosovës duhet ta kuptojnë se pa luftën e lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, pa përpjekjet në periudhat të ndryshme të historisë tonë, një rrugë e gjatë plot sakrificë nuk do të ishëm të lirë dhe nuk do të kishëm institucione. Andaj këto institucione në radhë të parë duhet t'i trajtojnë, duhet të mbrojnë historinë tonë dhe duhet t'ju japin vendin meritor gjithë atyre që kanë kontribu, që kanë sakrifiku dhe e kanë vullos lirinë e kësaj pjese të 10 me gjakun e tyre. Respekt për secilin, për organizimet të tjera, nëse nuk reflektojnë institucionet,
do t'ju njoftojmë me ko. Faleminderit edhe për juve media, faleminderit dhe respekt për policinë e Kosovës. O Bardh, ku je bre Bardh? Ka përfunduar e qetë, protesta veteranëve të luftës së UÇK-s kanë lënë gjurmë edhe në tokë, gjithandej me sprej po shkruhet dhe në fakt po ngjyrosën ndër tjera, duke lënë, kështu të kuptoj se ka pra një aksion simbolik Agim Pllashniku, veterani i luftës që ishte në fakt javën e kaluar këtu ka quar një kërkesë në Kuvendin e Shqipërisë fundme. Pra, ky është aksioni i tij simbolik. Le ta ndjekim për pak çaste nëse mund ta kemi me atmosferë. Lufta është forma më e arritur, suksesi më i madh i një kombë dhe një popull politik. Situata në Botësinë po kalon atë u i shteti i lart me gjak, u shtej për ero. U shtej për ero. Krejtë rezultat. Mbroj kurtën që i ka gjumë në gu. Policia. Raportime se Kurti ka dalë nga objekti. Natyrisht nuk ka pse të ishte aty, por mund të jepte për krajin e tim base, për veteranët. Si e pet distancimin e ti me librin e shkëlqëngazhit? Distancimi ti ke normal, nuk posh në farë interesimi për me vazhdu. Edhe unë, sinqerisht, na nëse dëshirojna me qitë shkëlqëngashin të ashti shtu edhe me qëllun to edhe me vra ata, me qitë me vjerë. Okej, nëse dëshirojna na me mbullu krejt marrën tonë kolektive që kena për viti 2000. Nëse për në me shkëlqëngashin, muna me bo kurban edhe na ljahmi. Po nuk është për herë të parë duke të klaruar kështu. Edhe të keratat para prake? Po dhe, për qëre, shkëlqëngashin se po ku ka qenë, ka dollë ka marrë dishka. Na për viti 2000 e deri në qëtasht, kena një histori katastrofale të dokumentimit. Për viti 2000 deri në 2011 kërkojna që tash këtë Kosova o qu me reagu, këtë po thojnë në shatë e emen janë që kaqë, kërkush pjati fshatit nuk u qu me dokumentu historinë e fshatit vetë, nëse për shumë komunas pas ka mujtë, e shtetis pas ka mujtë, që ke forqudia jonë që kështë qysh po prejko me këto dhana, e në ndërkona s'kena bo kur gja për me dokumentu. Ishte muqolli pak më herët, pra si i mbjetuar i masakrës Poklekut dhe të regoj për një libër që ka financu shtetit ka që nga bim. Në 2012 e kena kriju një institut për krimet e luftës. E kena lënë me një zyre me 3 veta. A i drejtori ati institutit ka pas dojnë ka pas të regu, që s'ka pas a zyre ku me shku. Ta një adra më Sharadina ja ka shu kejt ata. E ta një kërkush nuk u quk të me reagu. Mirë, Gremisa Latifi për nga pret para Kuvendit, aty ku po shpëndohen protestuesit. Gremisa, përshëndetje fillimisht për ty, mund nga bështë të qartë. Pas ka pas ma shumë deputet PDK-s sa veteran. A ishin deputetet e PDK-s dhe aty gjatë kohës apo mbaj protesta, apo tani kanë ardhur, se në anën tjetër ka dhe një mbledhje... Nëse që s'janë kanë kamuflumë si veteran. Jo, ka dhe mbledhje Kuvendi atje, vetëm pas pa kryesia të mbledhet. Gremis. Përshëndetje për juve në studio dhe për gjithë shikuesit e Klan Kosovës, për lajmërohemi këtu nga protesta e veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, protestë e cila u thirr për ekspozite për masakrat në Kosovë gjatë viteve 1998-1999 dhe se çfarë mund të themi është fakti që fillimisht pati ashtu një thyrje kordoni, nëse mund të quajmë, të policisë nga ana e veteranëve për shkak që të njëjtit kishin paraparë që të futeshin këto pikërisht para kësaj hyrje të Kuvendit për të protestuar dhe për t'i treguar kërkesat e tyre të qarta, të cilat siç u bën me dije njëra ndër to ishte edhe largimi i librit të shkelzengashit pra masakrat në Kosovë gjatë viteve 1999-1998, pra u kërkua që të largoheshin pra të gjitha kopjet e librit. Përveç kësaj u bë edhe një shprehje e pakënaqësive, përveç me fjalime shprehje e pakënaqësive, mund të themi që u bë edhe përmes mbishkrimeve ku veteranët dhe të gjithë protestuesit përdoren fillimisht ngjyrën e kuqe këtu
përpara Kuvendit të Kosovës, e më poshtë e shkruajtën edhe UÇK dhe poshtë tradhtarët. Kështu duket të jetë. Përveç kësaj, pra përveç veteranëve dhe qytetarëve, këtu po shihet që ka edhe deputet, e pa më Besnik Tahirin që erdhi pak më parë, po ashtu edhe deputet të Partisë Demokratike të Kosovës, siç është përparim Gruda Blerta Deliu, e cila a mundi me marrë një prononcim të shkurt, jemi live në Kosova Today dhe po të shoh që keni ardhur për me protestu. Dy fjalë për ekspozitën. A mendoni që nuk do duhet të financohet një ekspozitë e tillë, sidomos nga ana e Kuvendit, dhe a mendoni që do duhet të rishikohen në një farë mënyre para se të financohej? Para së gjitha dua të them që Kuvendi i Kosovës atë sa kam pa është dhënë në lajthitje, sepse sa jam informuar në kryesinë e Kuvendit është propozuar një projekt i cili nuk ka përmend emrat e autorëve dhe nuk e ka sqaruar me saktësi qëllimin, dhe për mua natyrisht është krejt e padrejtë të thuhet që institucionet e shtetit financojnë projekte për cilat ata nuk janë të informuar për përmbajtjen e tyre. Keni parasysh se takova ushtarë lirisë cilët kanë dhënë gjymtyrë të tyre për Kosovën shtet të pavarur e sovran. Kosova këto ditë dhe ditëve në vazhdim për muaj të tërë do të përkujtoj masakrat e panumërta të gjenocidit dhe të krimeve serbe cilat kanë goditur shtetin e Kosovës, janë muaj të rënd të përkujtimit dhe është krejt e pafalshme që institucionet e Republikës Kosovës, Ministria e Jashtme, të sponsorizojnë projekte të cilat i shërbejnë racionit Serbisë. Unë e kuptoj që Serbia ka bërë përpjekje të pareshtur që ta shpërfaq, ose mirë të them ta lëndoj kauzën tonë për liri me projektet financuara jo rrallë nga Rusia, por të financohen projekte të tilla nga shteti është e pafalshme dhe duhet të ketë përgjegjësi. Ne kemi një proces gjyqësor që po ndodh në Hag, betejë jonë për liri ka qenë betejë me flijim, me gjak, dhe nuk mund të lejojmë që me financat e taksa paguesve të shtetit, të qytetarëve të Kosovës, të financojnë projekte të cilat dëmtojnë kauzën e shqiptarëve për Kosovën shtet pavarur dhe sovran. Faleminderit. Ne do të tentojmë që të marrim një prononcim edhe nga ndonjë protestues që erdhi pikërisht këtu para Kuvendit për të shprehur pakënaqësitë e tyre, që siç thash, pakënaqësi këtu ishin të shprehur përmes kërkesave të tyre të qarta, e që u tha se Kuvendi dhe institucionet e Kosovës kanë degraduar. Ato nuk duhet të subvencionojnë projekte të tilla, përkundrazi ata duhet të luftojnë që të mblohet e vërteta e luftës dhe e vërteta e ushtrisë krijimtare të Kosovës. Siç mund ta shihni edhe përmes pamjeve, tashmë është krijuar edhe një kordon i policisë së Kosovës, të cilët sigurisht që për të parandaluar hyrjen e të gjithë atyre që veç tentojnë për të hyrë. Po tentojmë të marrim, siç e thash, edhe ndonjë protestues. Përshëndetje, jemi prej Klan Kosovës në emisionin Kosova Today Live. A mundesh me u prezantu fillimisht edhe me na tregu se a mendoni që kjo ekspozitë për masakrat i ka hapur edhe një herë plagët e të gjithë personave që kanë mbijetuar, por edhe familjarëve që i kanë humbur më dashurit e tyre? Unë quhem Sef Qelaj, luftetar. Na mendojmë thellësisht se i ka hapur plagët e tyre. Gjaku im i derë në luftën e ushtrisë krijimtare e Kosovës, mos të preket edhe herë se aty është pavarësia. Që ose preket pavarësia, mu më dhamë shumë më gjak. A mjafton kërkimfalja? Nga ana e autorëve, po ashtu edhe nga ana e organizatave? Ato gjithsesi. Kërkimfalje nga autorët që kanë bërë këtë vepër. Tashmë kanë kërkuar falje, qoftë edhe autori, po ashtu edhe organizatat që e kanë bërë këtë ekspozitë. A do të mjafton për juve, domethënë vetëm kërkimfalja? Besoj që po, do të mjafton kërkimfalja. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Pra, kjo është atmosfera që aktualisht dhe gjendja që po mbizotron këtu para Kuvendit të Republikës, mirë po nëse ka zhvillime të tjera, sigurisht që ne do të vazhdojmë të lidhemi në emisionin Kosova Today, por edhe në lajmet qendrore për të pasqyruar të gjithë gjendjen që është duke mbizotruar këtu. Mirë, faleminderit shumë Gremisi, di që ka shumë reagime vullneti, vetëm pas pak kthehem te ti, por një nga ato që kishte Rexhaj ishte se një numër i madh i deputetëve të PDK-s është aty, më pas dëgjuam deklaratën e deputetës Blerta Deliu që në një farë forme lat kuptoi se janë mashtruar, teksa është kërkuar mbështetja për ta sponsorizuar të libër Kuvendi i Kosovës. Po në përbes nuk e di Kuvendi kur i jep parët, a kujdeset se për çka po jep ato parë. Unë këtu në Zvicër kemi pas që si projekte, a besoni si ai që e financon e këshyri çdo fjalë mat me kub dhe mat me milimetra se mos ka farë keq kuptimi.
Ndërsa të shohim këto falsifikime, se këto nuk janë gabime. Anive çka tha ajo? Ajo tha, na ka orë nive një projekt, Pa autor, pa... autor pa kur gjo, na e kena thonë, okej, pe votojna. A do duhet kërkoj autori? Edhe dul para kuvendit, thejke, duhet të jepet përgjithësi. Nuk thonë prekojna. Nuk e di pse po më ndërprejnë kur unë jam... Qato jam të i thonë edhe une. Se s'do me mlanë me folë. Rexaj, bashkëbisedim jemi, s'ka pak për dinamike dhe mund ta bëjmë kështu, po. Mirë, yes. Unë ku marr pjesë nuk e ndërprej kur kanë, kishë qenë mirë pak kulturën me... Mirë, Rexaj. Por a do duhet i bënim përgjes gjithë, pra ata që kanë votuar pro ose kanë miratuar financimin e këtyre librave nga Kuvendi i Kosovës? Absolutisht se ta duhet me dhanë përgjithësi, jo vetëm me një kërkim falje, për unë sa di prokurori ka hapë çështjen. Dhe a kërkoj falje Gashi vetëm pas aktivizimit të prokurorisë speciale? Absolutisht, për kërkim falje atina nuk duhet pranohet. Çfarë kërkim falje kur ai ka ato agent që 20 vite. Ai thotë se më mirë ka qenë kohën e Miloševićit kur kemi jetuar në Kosovën e lirë pas 20 viteve. Kur thot ashtu? Ai ka botu libra. Kur thot ashtu Rexaj? Kur ka thonë ashtu? 1000 herë ka thonë, ai ka botu librat financuara prej Serbisë për më na tregu neve Nikezićin e kush e di unë kush janë ata, se janë një Serbi tjetër, ekziston një Serbi tjetër, jo kjo që i ka kryer këto vepra. Vetëm rëni brekëshyrin emnat kush i ka formu ato organizata. Aty është djali i Bashkim Hisarit. Ai ka terrorizuar bre njerëz. Ka qenë inspektor, okej, na kanë burgos se kemi bo diçka, po jo më na i nduk vesht, jo më na shtin rrym, jo më na me sakatu. Ke njerëz sakatu mbre në Kosovë. Po që ky zoti Krasnisi, Vullneti, aty jeton. Pse mos me hyp më Rëshkelzeni, Veturës me shku dete varret janë. Edhe diçka rreth numrit. Nuk është problem absolutisht numri. Nuk dihet kur numri sa njerëz janë vrarë luftën e dytë botërore, nuk dihet sa janë vrarë në Bosnë, nuk ka mu ditë kur se sa janë vrarë në Kosovë. Se qillojnë njerëz rrugës, qillojnë musafir, humbin zhdukun, llogaritën si zhdukun, derisa nuk gjinden kufomat, po vetë narracioni se kanë qenë njerëz e armatosur mbrana burgut. Por a do duhet kërkuar përgjegjësi e lenë edhe nga deputetët që kanë dhënë po financimit i libre? Po tash unë s'po di shoshitjet që janë, sepse unë pajtoj me zotin Rexaj, sepse kur të miratohet një projekt që dihet autori, dihet instituti ku shko me bo, për çka ka me shkru. Por për shembull presidenti Osmani kishte thënë jo financimet. Pse këta e kanë ngrit dorën se po bona nervoz, kur nuk e kanë ditë, qysh me dol ti në lajthitje? Një kuvend me dol në lajthitje, nuk o kjo çështja. Çështja është pse qeveria Kurti e ka miratu, ja ka dhënë një projekt, një njeriu që 2 dekada ai flet në fokus e ko viktimat serbe. Por Elin, s'pona del hera par kjo, edhe kur u votua Dimal Basha, thanë se kanë ditur që ka pasur një shkrim tash u sponsorizua kuj liber, dalin në thonë se kemi ditur autorin, deri kur shkojnë këto gjëra, a? Ka po dolin, Integrat Movera kujdeset me bohulumtime se qysh është perceptimi jonë për gjykatën speciale, qysh mi bind shqiptort që gjykata speciale është e mirë. Del Dimal Basha na ka shkru kundra UÇK-s, Del Gërvolla ka shkru zjetër për Ramush Haradinën në Gjermani. Krejt qita, klubi i vetë lavdrimit jënë mbledh rreth Kurtit, del vetën suroj krejt... Unë po flasë për palën tjetër, pra për deputetët që kanë në listat e tyre, në partit e tyre njerës që kanë humbur familjarë gjatë luftës e kanë dhënë gjithë shka për lirinë e këti vendi. A do duhet të ishin më syqel në këtë dhe mos dalim reagime pasi të bëhet dëmi, a? Këtur qërse, se nëse bazojme në këtë që tha... Po reagojmë. Gjithmonë post factum, unë me gjithë respektin ndaj zonjës Deliu, sepse vjen nga një familje që aty ka shumë të vrarë. Por, me gjithat, pra, let kujdesen të kenë siguresa dhe shoshitje se kuj me ngrit dorën për çfarë projekte po dhëjnë pare. Sepse kjo është pikrisht si zonja Dërguti që tha, me subvencionu poshtrimin. Nuk jam njaftu që 2 dekada që UÇK-s shka si kam thonë, po tash edhe viktimat. Tash edhe veç aty qaja na pas ka me teksit, që na qysh mi poshtru edhe viktimat dhe minimizu vujtjen e tyre.
Mirë, Vullnet, një koment edhe për deklaratën e Deliut, por edhe për masa që duhet marrë. A duhet tërhiqen këto nga librarit, a duhet tërhiqet nga shitja këto libra? Libri i Shkëllëzim Gashit, po besoj që nuk ka qenë asë i libri i rekomandum me u përdorë për shkollim ose për... Jo, për shkollim jo, po në base mund gjendet kështu për tablet. Nëse ka licencë nga Instituti Historisë, dhe me thonë që ka marrë miratem, ajo do të mu hek. Librat, ajo mund me ba një libër të tjetër, me faktu ma shumë punën me ba, unë nuk jam përsëri, unë nuk jam në klubin e tyne që e sha ata si një njëri cili ka tendencë, cili ka një qëllim për me paraqit neve ose luftën e se diçkan të tjetë. Ajo është viktime që qasi narracionit që thash une, kur ti trajnohësh edhe je i varën për qëtën e fundive, cilat ty të luftën ose të kushtëzojnë që ti me pas një farë balancimi këtë kohën. 26 vjetë që kjo narracion kur ti këtë kohën e të ndonë me bo një farë balancimi më se prek asë një pol tjetër pas një polin tjetër, jep rezultatën e Shkëllëzim Gashi cili nuk ka pas mundësi me e ban një liber të aman. Ta Shkëllëzim Gashi, ati i thuët cëske arte me shku me një katon me i dokumentu atë. Për shumë në Negrovës nuk ka pas masakër. I bje që në Negrovës ajo nuk ka qenë pjesë e libret. është në problemi tjetër, po dhe në Negrovës. Po dhe nuk masakra është të tërsen, të vrarët civil që kanë qenë të tërsen, dhe luftimi është të tërsen. Na qëto nuk e kena ditë, na e kena në për të varosën, në për njetën vareza, edhe luftetari UÇK-s, edhe civili, edhe luftetari UÇK-s që është vrati kënë tjetër. Ka që njëri... Mos e relativ, jahona së më pëndëgjaj. Jo, po qështu i kena mërë, na prej fillimit na s'kena pranu me... Dol një suedez. A e din, na nuk i dina sa njerëz na kanë vrarë në dy luftime, sa njerëz na kanë vrarë civil, sa njerëz na kanë vrarë masakra, sa njerëz na kanë vrarë në shtëpi. Dhe ti e din, Vullnet, Në burgin vrarë njerëz bre Vullnet. Jo, ko për mos të ronda. është po e njëjtë si kur një suedez sot me dal, unë me dal edhe me thoj ma haj holokaustën. Unë e kam pasoja penale, nëse e thamë që ata, njërë publike. Dhe po nanë, po i rela hajtë se kërkoj folje, hajtë di malbosha... Nuk e dina, Elena, nuk i dina të dhona. Jo, A i dina? Me vjërsin të Tehran, nuk po thamë jo me vjërsin të Tehran, po me demolu njerin që aj nuk ko, aj u fake intelekt, aj nuk është akademik, aj nuk është hullutus, E vërtet. aj nuk është studius. Edhe ta po thamë. Vetë lavdrimit janë shkatruesit dhe nuk e emancipojnë shoqërinë tonë, sidomos kur flitet për temën e UÇK-s dhe viktimave. Mirë, Elena, po e mbyllim me këtë që sa po the për shkak të kohës televizive. Faleminderit shumë që ishe sot në program. Do të jemi bashkë sepse nga 1 prilli e tutje natyrisht kthehen edhe konferencat përgatitore për rastin e ishkrerëve të UÇK-s në Hag dhe jam e sigurt që do të kemi më shpesh komunikim me ty, Elena. Faleminderit shumë për herë për pjesëmarrjen. Regjaj Knaci, faleminderit shumë që ishe sot. Ditën e mirë. Vullnet, faleminderit, vetëm pas pak takohemi me zhvillime politike. Kur ti ka folur sot pak a shumë për presidentin, ka përlajmëruar shpejt do të rast në takim LDK-n dhe PDK-n për të parë propozimet e tyre apo dhe për situata tutje, vetëm pas pak me një debat politik këtu.